Pas shumë vitesh ku sahati Kalas së Gjirokastrës kishte ndaluar së punuari, është rikthyer sërish në jetë, me tingujt e këmbanores dhe mekanizmin e tij të restauruar. Falëndërhyrjes së Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Gjirokastër, ky simbol i qytetit nuk shënon më vetëm orët, por edhe një faqe të re në kujdesin për trashëgiminë kulturore. Pas shumë përpjekjeve, ne e vëmë në punë satin i cili u tregon gjirokastritëve që koha ecën. U tregon gjirokastritëve që të mos rinë, të ndjekin ritmin e kohës e cila e tregon ora dhe të arrijnë kohën e humbur. Ne me e shumë përpjekje u munduam që ta rregullojmë këtë sat, i cili kishte prej 20 vjetësh e cili nuk punonte. Mendojmë me këtë investimin që kemi bërë, për një kohë të gjatë, ora e Gjirokastrës do funksionojë. Ishte një investim i Drejtorisë së Monumenteve të Kulturës së Gjirokastrës, e cila bëri një restaurim të kësaj orës. Kishte probleme të trashëguara dhe të mbartura nga koha, një pjesë e mirë e këtyre materialeve të punës së orës ishin të prishura dhe ne u bëm restaurimin e tyre dhe kjo ora tani është në punë. Sahati Kalas së Gjirokastrës, i ndërtuar në shekullin e 19, sot vazhdon të tregojë më shumë se orën, me rikthimin e tij në funksion. Nuk është vetëm një objekt i restauruar, por një simbol që i jep jetë qytetit dhe i kujton brezave se Gjirokastra mbetet një histori që do të vazhdojë gjatë.